Jetese shtrejt, çmime të larta, paga të rritura të zyrtarëve qeveritar, por jo rritje pagash për popullin. Ky është imazhi aktual i Republikës së Maqedonisë së Veriut. I pyetur nga televizioni Shenja lidhur me çështjen e kërkesave për rritje të pagës minimale, nënkryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut, Ivan Peshevski, tha se Komisioni për vërtetimin e përfaqësueshmërisë së sindikatave ka mbaruar punë me numërimin e antarëve të sindikatave. Është konstatuar që lidhja e sindikatave i plotëson kushtet për përfaqësueshmëri dhe se vetmja gjë që e presin tani është nënshkrimi i vendimit nga Ministri i Ekonomisë që, siç thot Peshevski, më pas të mund të vazhdojnë bisedimet lidhur me rritjen e pagave. Ai akuzoi qeverinë që këtë proces e ka zhvilluar shumë ngadalë, me qëllim të blerjes së kohës. Ajo që me siguri mund ta them është që Komisioni për verifikimin e përfaqësueshmërisë së sindikatave ka kryer punën lidhur me këtë, janë kontrolluar të gjitha listat, është konstatuar numri për 63.000 antarë në LSM, që nënkupton se e kemi plotësuar kushtin që të jemi sërish përfaqësues me mbi 10% nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë nga Ministria e Ekonomisë dhe e Punës të pyetur nga televizioni Shenja, janë përgjigjur shkurt për këtë çështje. Komisioni punon, procedura po vazhdon dhe pritet që të përgatisim zgjidhje në afat sa më të shkurtur. Peshevski tha se shpresojnë që së shpejti të nënshkruhet vendimi nga Ministri i Ekonomisë, në mënyrë që, siç thot ai, të vazhdojnë të argumentojnë kërkesat për rritje të pagave. Të ulemi sërish të diskutojmë për pagat, të shohim deri ku është shporta konsumuese, të cilën po e përgatit qeveria. Të japim argumente tona lidhur me shpenzimet e jetesës dhe të ardhura që ju duhen familjeve për të mbjetuar, dhe sepse kërkojmë pagë minimale 500 euro, sepse me shportën sindikale prej 63.000 denarëve dhe pagat aktuale, populli nuk po mund të mbjetoj, theksoi ai.